Mëngjesi filloi me një vendim të dëshpëruar, të fshite vajzën e saj në punë që të mos pushoj. Por kur u ngjit me të voglën në katin ekzekutiv, shërbyesja kur nuk e imagjinonte se do të takonte sërish burrin që do të ndryshonte gjithçka. Mjaftoi një këngë fëmijësh për të zbuluar një të kaluar të varrosur dhe një lidhje të pamundur për t'u injoruar. Ajo që duhej të ishte vetëm edhe një ditë tjetër e vështirë u shndërrua në ribashkimin midis dhimbjes, faljes dhe fatit. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, shiu binte me forcë mbi dritaret e apartamentit të vogël në periferi të Tiranës. Atë të martë që dukej se mbante një peshë tjetër në ajër. Kamila u zgjua para se të binte zilja e alarmit, siç ndodhte gjithmonë kur ankthi nuk e linte të pushonte si duhet. Ishte ora 5:30 e mëngjesit dhe trupi tashmë i dhimbte sikur të kishte mbajtur botën mbi shpinë gjithë natën. Në të vërtetë, pikërisht këtë bënte ajo çdo ditë, mbante peshën e 3 punëve, të faturave që nuk dilnin kurrë në fund të muajit, të një vajze të vogël që varrej vetëm prej saj, dhe të një faji të lashtë që dukej se kishte lëshuar rrënjë aq të thella në gjoksin e saj, saqë nuk dinte më të jetonte pa atë shtrëngim të vazhdueshëm. U ngrit nga shtrati me kujdes për të mos zgjuar Laurën, e cila flinte pranë saj e kapur pas një kukulle lecke të zbardhur. Vajza ishte vetëm 5 vjeç, por mbante në sytë e saj ngjyrë kafe, një ndjeshmëri që e tremte Kamilën ndonjëherë. Laura nuk ishte si fëmijët e tjerë të lagjes, që vraponin lirshëm nëpër rrugë, luanin me këdo, qeshnin me zë të lartë dhe pa frikë. Vajza e saj ishte ndryshe. Kishte tmerr nga të huajt, qante në vende të reja, ka përthej pas këmbëve të sëmës me një forcë jo proporcionale me madhësinë e trupit të saj të imël. Dhe Kamila e kuptonte këtë frikë, sepse edhe ajo vetë jetonte me frikë gjatë gjithë kohës. Frikë se mos humbiste punën, frikë se mos nuk arrinte të paguante qiran, frikë se vajza e saj do të rritej pa pasur çfarë të hante, frikë se mos dështonte përsëri siç kishte dështuar atë natë në spital vite më parë, kur gjithçka u shem. Ajo përpiqej të mos mendonte për këtë ndërsa përgatiste mëngjesin në kuzhinën e vockël. Buk me margarin, qumësht të vakët, ndonjëherë një frut kur i tepronte ndonjë lek në fund të pazarit. Kamila ishte 32 vjeç, por kur shihej në pasqyrë, shihte një grua shumë më të vjetër, me radhë të zinj poshtë syve, flokë gështenjë gjithmonë të lidhur në një topuz të thjeshtë, duar të ashpra nga të fërkuarit, pastruarit. Mbajturit. Ajo kishte qenë dikush tjetër dikur. Kishte veshur mantel të bardhë, kishte mbajtur një kartë identifikimi si infermiere pediatre, kishte hyrë në spitale me sigurinë se po bënte një ndryshim në botë. Deri në natën kur gjithçka ndryshoi. Jo. Ajo tundi kokën, duke larguar kujtime. Nuk ishte koha për t'u kthyer në atë vend të errët të kujtesës. Duhej të përqendrohej tek dita e sotme, tek detyrat që duhej të kryente, tek vendet ku duhej të ishte. Së pari, turni nga ora 6 deri në 10 të mëngjesit duke pastruar ndërtesën tregtare në qendër. Pastaj, nëse arrinte të dilte në orar, do të shkonte drejt në shtëpinë e zonjës Merita, një zonjë që banonte në blok dhe e paguante për pastrim 2 herë në javë. Në mbrëmje, ende duhej të kalonte nga marketi i Zotit Jakub për të ndihmuar në organizimin e magazinës, një punë e vogël që i jepte pak, por që bënte diferencën kur shtohej me të tjerat. Laura u zgjua duke qarë, siç ndodhte pothuajse gjithmonë. Kamila la filxhanin e kafes dhe vrapoi për në dhomë, duke e marrë vajzën në krah para se ajo t'i hapte syt plotësisht. Gjithçka është në rregull, dashuria ime, mami është këtu. Ishte vetëm një ëndër e keqe, kaloi. Laura u kap pas qafës së ëmës, duke dënesur lehtë, trupi i saj i vogël dridhej. Kamila e përkundi ngadalë, duke bërë lëvizjen që bënte gjithmonë, atë lëkundje të butë vajtje ardhje që e qetësonte vajzën që kur ishte foshnjë. Dhe pastaj, pothuajse pa e kuptuar, filloi të këndonte. Ishte një ninull që e kishte krijuar vetë, vite më parë, duke përshtatur një këngë të njohur për fëmijë. Ndryshoi fjalët, e bëri më të butë, shtoi vargje për një engjëll që mbronte gjatë natës, që largonte frikën, që rrinte roje derisa të lindte dielli. E kishte krijuar atë këngë për një paciente specifike, një vajzë të vogël që shihte ëndra të tmerrshme në spital dhe që arrinte të flinte vetëm kur Kamila i këndonte. Nuk mendonte më për atë fëmijë. Ose më mirë, përpiqej të mos mendonte. Por kënga mbeti, kaloi te Laura natyrshëm dhe tani ishte pjesë e rutinës së tyre. Brenda pak minutash, vajza u qetësua, duke marrë frym thellë, syt ende të lagur, por nuk qante më.
Mami do të shkoj në punë sot dhe zonja Roza do të ri me ty, në rregull? Do të jesh e mirë? Laura pohoi me kokë, por Kamila pa trishtimin në fytyrën e vogël të së bijës. Vajza e urrente të qëndronte me fqinjen. Zonja Roza ishte një grua e shëndosh dhe e zhurmshme që jetonte në apartamentin ngjitur dhe që pranonte të kujdesej për Laurën për një shumë që Kamila mund ta paguante. Nuk ishte e keqe me vajzën, por as nuk kishte durim. E linte Laurën të shite televizor gjithë ditën, i jepte ushqim të gatshëm, nuk luante, nuk fliste shumë. Por ishte ajo që Kamila mund të paguante dhe duhej të besonte se ishte më mirë se sa ta linte vajzën vetëm. Telefoni ra në 6:15, pikërisht kur Kamila po rregullonte çantën me gjërat e Laurës për t'ia çuar te shtëpia e fqinjes. Ishte zonja Roza. Zemra e Kamilës filloi të rrite fort para se të përgjigjej, sepse e dinte tashmë se lajme të mira nuk vinin nga telefonata kaq herët. Kamila, bija ime, më vjen shumë keq, por nuk do të mund të rri me Laurën sot. Nipi im ra nga bicikleta mbrëm dhe vajza ime më telefonoi tani duke më kërkuar të shkoj ta ndihmoj. Ka thyrë krahun, i gjori. Më duhet të shkoj në Durrës menjëherë. Bota u shemb në një sekondë. Kamila e mbajti telefonin aq fort sa gishtat i u zbardhën. U përpoq të mendonte shpejt duke kërkuar alternativa që nuk ekzistonin. Nuk kishte askënd tjetër. Asnjë shoqe të afërt, asnjë të afërm në qytet, asnjë fqinjë tek e cila të kishte besim përveç zonjës Roza. Dhe puna. Punën nuk mund ta humbiste në asnjë mënyrë. Kishte marrë tashmë 2 vërejtje për vonesa dhe mbikëqyrësia ja kishte bërë të qartë herën e fundit se nuk do të kishte një shans të tretë. Zonja Roza, jeni e sigurt që nuk mund të lini dikë të ri me të dhe të vini këtu vetëm për disa orë? Unë ju paguaj më shumë, betohem se ju paguaj. Nuk ka mundësi, bija ime. Tashmë po dal. Më fal shumë. Telefonata u mbyll dhe Kamila mbeti në këmbë në mes të dhomës, duke ndier këmbët që i dridheshin. Laura e vëzhgonte nga divani, e përqafuar me kukullën, pa kuptuar çfarë po ndodhte, por duke ndier dëshpërimin e së ëmës siç e ndjejnë gjithmonë fëmijët. Ora në mur shënonte 6:20. Brenda 40 minutash, ajo duhej të ishte duke shënuar kartën në kompaninë e pastrimit, ose do të pushohej nga puna. Nuk kishte kohë të kërkonte dikë tjetër, nuk kishte para të paguante një dado të minutës së fundit, nuk kishte zgjidhje. Vendimi erdhi shpejt, i shtyrë nga dëshpërimi. Do ta merrte Laurën në punë. Do ta fshite vajzën diku, do ta mbaronte turnin shpejt dhe pastaj do ta kthente në shtëpi. Ishte e rrezikshme, plotësisht kundër rregullave, mund t'i kushtonte punën nëse dikush e zbulonte. Por cila ishte alternativa? Të linte një fëmijë 5 vjeçar vetëm në shtëpi? Kur? Të mungonte në punë dhe të pushohej? E pamundur. Atëherë do të rrezikonte. Laura, dashuria ime, sot do të bësh një shëtitje ndryshe me mamin. Do të njihesh me vendin ku punon mami. Por duhet të jesh shumë e urtë, dakord? Nuk duhet të bësh zhurmë, nuk duhet të lëvizësh nga vendi ku të lë mami. Premton? Vajza, e cila normalisht do të kishte hyrë në panik me idenë për të shkuar në një vend të panjohur, pa diçka në fytyrën e së ëmës që e bëri thjesht të pohonte me kokë. Kamila e veshi vajzën me nxitim, i vuri trikon sepse ishte ftohtë, mori çantën me disa lodra, biskota dhe një shishe të vogël me ujë dhe doli duke vrapuar nën shiun që tani binte më lehtë. Autobusi ishte plot, siç ishte gjithmonë në atë orë. Kamila e mbajti Laurën në prerë gjatë gjithë udhëtimit, duke ndier vajzën që dridhej her pas here, e friksuar nga sasia e njerëzve, nga fytyrat e panjohura, nga zhurma. Ajo i këndoi lehtë ninullën në veshin e së bijës, duke u përpjekur të ruante qetësinë, duke u lutur që gjithçka të shkonte mirë. Arritën në ndërtesën tregtare në orën 7 saktësisht. Kulla prej xhami pasqyrues ngrihej madhështore në qendrën financiare të qytetit, duke reflektuar qiellin gri të mëngjesit. Kamila ndihej gjithmonë e vogël kur hynte në atë vend. Holli ishte i pamas, me dysheme mermeri të shndritshme, vepra arti moderne në mure, një recepcion i madh ku rojet e sigurisë dhe recepcionistët e paqërtueshëm kontrollonin kush hynte dhe dilte. Ajo hyri nga dera e shërbimit në pjesën e pasme, siç bënte gjithmonë, dhe gjeti punonjësit e tjera të pastrimit që tashmë po ndërroheshin në dhomën e zhveshjes. Ishte atëherë kur mbikëqyrësja, Sonja, një grua e dobët me vështrim të ashpër, hyri në dhomën e zhveshjes dhe pa Laurën të kapur pas këmbës së Kamilës. Çfarë është kjo, Kamila?
Ke sjell një fëmijë në punë? Gratë e tjera ndaluan atë që po bënin dhe shikuan. Kamila ndjeu fytyrën t'i digjej nga turpi. Sonja, më fal, ndodhi një emergjencë. Personi që kujdeset për vajzën time pati një problem familjar dhe nuk mundi të vinte. Nuk kisha me këta lija dhe nuk mund të mungoja. Ajo do të ri urt, premtoj, do ta lë në magazinën e Bodrumit, askush nuk do ta shoh fare. Sonja kryqëzoi krahët, qartësisht e irrituar. Shikoi Laurën, e cila kishte filluar të qante lehtë dhe psheretiu. Kjo është plotësisht kundër rregullave, ti e di këtë. Por nuk mund të dërgoj në shtëpi tani sepse kemi 2 punonjëse me raport dhe duhet të pastrojmë katet ekzekutive para orës 8. Ajo do të ri, por me një kusht, nuk ngjitet në katet e sipërme. Ri këtu poshtë, në magazin ose në mensën e shërbimit. Nëse e shen ndonjë ekzekutiv, nëse ankohet dikush, je e pushuar nga puna me njëherë. E kuptove? Kamila falenderoi me zë të dridhur dhe e çoi Laurën në magazinën e Bodrumit. Ishte një hapësirë e ngushtë, plot me rafte me produkte pastrimi, letër higjienike, peshqir. Kishte një karrige të vjetër në një qoshe dhe një llamp të dobët në tavan. Nuk ishte një vend i përshtatshëm për një fëmijë, por do të duhej të shërbente. Dashuria ime, ti do të rish këtu duke luajtur me kukullën ndërsa mami punon. Mami do të kthehet her pas here për të parë nëse je mirë, dakord? Mos lëviz nga këtu, mos prek asgjë. Nëse vjen dikush, ti ri shumë urtë. Laura kishte sytë e zgurdulluar nga frika, por pohoi. Kamila i dha një puthje në ballë së bijës, duke ndjerë zemrën t'i coptohej dhe doli duke vrapuar për të filluar punën. Orët e para ishin një nxitim i çmendur. Kamila pastroi banjat, zbrazi koshat e plerave, lau korridoret, gjithmonë me syrin te ora, gjithmonë duke u kthyer në magazin çdo 15 minuta për të kontrolluar nëse Laura ishte mirë. Vajza ishte ulur në të njëjtin vend, duke luajtur me kukullën, por Kamila shite në sytë e së bijës se ajo po e mbante të qarën, duke u përpjekur të ishte e fortë. Në 9:40, kur Kamila ishte pothuajse duke mbaruar dhe duke menduar se do të arrinte të dilte prej andej pa probleme, Sonja u shfaq me një radio në dorë dhe një shprehje të nxituar. Kamila, dua të ngjitesh tani në katin e 23. Kanë derdhur kafe në sallën kryesore të mbledhjeve dhe ka një mbledhje të rëndësishme që fillon pas 20 minutash. Të tjerat janë të zëna, vetëm ti mund të shkosh. Kati 23. Kati ekzekutiv. Ku ndodheshin zyrat e drejtorisë, ku punonjësit e pastrimit rallëherë thirreshin sepse kishte një ekip të veçantë për ato hapësira. Kamila ndjeu panikun të ngrihej. Po Sonja, po Laura. Shko shpejt. Lëre aty ku është dhe vrapo. 15 minuta, jo më shumë. Nuk kishte zgjidhje. Kamila zbriti në magazin, shikoi Laurën dhe mori një vendim që shkonte kundër të gjitha urdhrave që kishte marrë. Nuk do ta linte vajzën vetëm në një bodrum të panjohur. E kapi vajzën për dorë dhe i pëshpëriti. Ti do të vish me mua. Por duhet të rish shumë urtë, pa bërë asnjë zhurmë të vogël. Premton? Laura premtoi, por Kamila pa frikën që rritej në sytë e së bijës. Kati 23 ishte një botë tjetër. Kur dyert e ashensorit u hapën, Kamila dhe Laura hynë në një hapësirë që dukej si e dal nga një revistë dekorimi. Moket i butë dhe gri, mure me panele druri të qelet, vepra arti abstrakte në korniza të arta, heshtje absolute e thyer vetëm nga zhurma e largët e një printeri. Kondicioneri e bënte ambientin të ftohtë. Kamila e mbajti dorën e Laurës dhe eci shpejt drejt sallës së mbledhjeve, ku një njollë e errët kafeje ishte përhapur në moketin e qelet. Ajo e vendosi Laurën në një karrige të largët pranë murit dhe i dha kukullën vajzës. Ri këtu pa bërë zhurmë. Mami kthehet menjëherë. Kamila u gjunjëzua në dysheme me leckën dhe produktin e pastrimit, duke punuar shpejt, duke u përpjekur të ishte e padukshme siç përpiqej të ishte gjithmonë në këto vende. Ishte aq e përqendruar sa nuk e dëgjoi derën të hapej. Vetëm kur një zë mashkullor, i thellë dhe i paduruar, jehoi nëpër sallë, e kuptoi se nuk ishte më vetëm. Sa kohë do të zgjas akoma ky pastrim? Mbledhja fillon pas 10 minutash. Kamila ngriti kokën dhe pa një burr të ndalur në derë. Ai duhet të ishte rreth të 40-tave, i gjatë, me shpatulla të gjera, i veshur me një kostum të errët të paqortueshëm.
Fytyra ishte e pashme, por mbante një shprehje të ashpër, pothuajse të irrituar, sikur të ishte vazhdimisht i bezdisur nga gjithçka. Syt ishin gri, të ftohtë. Ky ishte Arben Ali Mehmeti, drejtori i përgjithshëm i kompanisë, një emër që Kamila e njihte vetëm sepse e shite në tabela dhe sepse punonjësit e tjerë flisnin për të gjithmonë me një përzierje respekti dhe frike. Thoshin se ishte i zgjuar, brillant në biznes, por gjithashtu i largët, i ftohtë, i paaftë për të buzëqeshur. Kamila u kthye të fërkonte moketin, duke u përpjekur të zhdukej. Më falni, zotëri, vetëm 2 minuta të tjera. Ishte atëherë kur filloi e qara. Laura, e cila kishte qëndruar e qetë deri në atë moment, pa burrin e panjohur, ndjeu ambientin e çuditshëm, të ftohtin, frikën dhe nuk mundi ta mbante më. E qara filloi e ulët, por u rrit shpejt, duke u kthyer në dënesë, duke u kthyer në dëshpërim. Vajza la kukullën dhe zgjati krahët drejt së ëmës, duke e thirrur, duke u lutur. Mami, më nxirr nga këtu, dua të shkoj në shtëpi, të lutem. Kamila la gjithçka dhe vrapoi te Ebia, duke e marrë Laurën në krah, duke u përpjekur ta qetësonte, por vajza ishte në panik të plot tani. Përpëlitej, qante me zë të lartë, bërtiste. Ishte një skenë kaotike, dëshpëruese, dhe Kamila e dinte se gjithçka kishte marrë fund. Do të pushoi nga puna menjëherë, nuk kishte si të shpëtonte. Arbeni qëndroi i palvizur në derë, duke vëzhguar skenën me një shprehje që Kamila nuk mund ta deshifronte. Irritim, sigurisht. Por kishte diçka më shumë aty, diçka që dukej pothuajse si një dhimbje. Më falni, zotëri, do të dal tani, më falni. Ajo ishte pothuajse te dera kur zëri i tij e ndaloi. Prit. Kamila u kthye, e përqafuar me të bien që ende qante. Më lër të përpiqem ta qetësoj. Fjalia ishte aq e papritur sa Kamila mendoi se kishte dëgjuar gabim. Çfarë? Më lër të përpiqem. Ndonjëherë funksionon kur është dikush tjetër. Kamila shikoi atë burr me kostum të shtrenjtë, me shprehje të ashpër, dhe mendoi se ishte ideja më absurde në botë. Laura nuk i duronte të huaj. Do t'i përkeqësonte gjërat. Zotëri, me gjithë respektin, vajza ime nuk shkon me të huaj. Ajo ka tmerr. Do ta bëj edhe më nervoze. Arbeni bëri një hap përpara dhe Kamila pa diçka në sytë e tij që e bëri të hezitonte. Nuk ishte irritim. Ishte pothuajse një lutje e heshtur. Më lër të provoj vetëm 1 minutë. Nuk kishte asnjë kuptim, por Kamila ishte aq e dëshpëruar, aq e lodhur, saqë përfundimisht u dorëzua. Ja zgjati Laurën, duke pritur që vajza të fillonte të bërtiste edhe më fort. Por ajo që ndodhi më pas nuk kishte asnjë kuptim. Në momentin që Laura kaloi në krahët e Arbenit, e qara ndaloi. Vajza u qetësua, duke e parë në fytyrë me sy të mëdhenj dhe kureshtar. Ngriti dorën e saj të vogël dhe preku fytyrën e burrit ngadalë, sikur të ishte duke zbuluar diçka të re. Dhe pastaj, pa asnjë paralajmërim, filloi të këndonte. Ishte Ninulla. Ninulla që Kamila e kishte krijuar vite më parë për një paciente në spital. Laura këndonte me zë të ulët, me zërin e saj të butë, fjalë për fjalë, notë për notë. Arbeni mbeti plotësisht i palvizur. Fytyra e tij u zbe në një mënyrë të frikshme. Syt ju zgurdulluan, frymëmarrja ju ndal. Dhe pastaj, me një lëvizje të beftë, ai la celularin që mbante në dorën tjetër të binte në 2 sheme me një zhurmë të thatë. Kamila bëri një hap përpara, e frikësuar. Zotëri, jeni mirë? Arbeni nuk u përgjigj. Vazhdoi të shikonte Laurën sikur të shite një fantazmë. Vajza kishte ndaluar së kënduari dhe tani e vëzhgonte në heshtje, ende në krahët e tij. Kur më në fund foli, zëri i doli i ngjirur, i thyer. Ku e ka mësuar këtë këngë? Kamila nuk e kuptoi pyetjen. Si kështu? Këtë Ninull. Këtë version. Ku e ka mësuar? Unë ja kam mësuar. Unë e kam krijuar këtë version vite më parë, kur punoja si infermiere. Pse? Arbeni e shikoi dhe Kamila pa lot që po formoheshin në sytë e tij. Lot që ai përpiqej t'i mbante, por që ishin aty, real, të pamundur për t'u fshehur. Kur punoje si infermiere. Ku? Në spitalin Nën Tereza. Në repartin e pediatrisë. Por unë kam ikur prej andej prej vitesh, nuk punoj më me atë gjë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, e ngarkuar me diçka që Kamila nuk mund ta emërtonte.
Arbeni tundi kokën ngadalë, sikur të ishte duke u përpjekur të përpunonte informacione të pamundura. Vajza ime e këndonte këtë këngë. Pikërisht këtë version, me këto fjalë, këtë melodi. E mësoj në spital në ditët e fundit. Nga një infermiere që i këndonte për ta zënë gjumi. Kamila ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Spitali Nën Tereza. Reparti i pediatrisë. Një vajzë e vogël që kishte ëndra të këqija. Një familje e pasur që vinte për vizitë gjithmonë. Një baba që rrinte jashtë dhomës sepse nuk duronte ta shihte vajzën në atë gjendje. Dhe një nën që shënonte gjithçka, që i kërkonte Kamilës të përsëriste ninullën, që thoshte se ajo ishte e vetmja gjë që e qetësonte vajzën. Nuk mund të ishte. Nuk mund të ishte ky burr. Arbeni vazhdoi të fliste, zëri gjithnjë e më i ulët. Unë kur nuk ja mësova emrin infermieres. Gruaja ime e shënoi në një fletore, i bëri madje një foto nga shpina, por unë kur nuk ja pash fytyrën. Pasi vajza ime u nda nga jeta, unë nuk munda të kthehesha më në atë spital. I ruajta të gjitha gjërat në një kuti dhe nuk e hapa më kurrë. Kamila po dridhej tani. E mbante mend atë familje. E mbante mend vajzën e vogël me flokë bjond, sy blu, që kishte një sëmundje të rrallë dhe që luftoi aq shumë. E mbante mend që e kishte krijuar atë ninull posaçërisht për të, që kishte kaluar net pranë shtratit të saj, duke kënduar, duke e përkundur, duke i premtuar se gjithçka do të shkonte mirë. Dhe e mbante mend natën kur gjithçka u përkeqësua, kur ajo thiri mjekët por. Ishte tepër vonë, kur familja hyri duke vrapuar dhe ajo duhej të dilte nga dhoma dhe të dëgjonte britmat e dëshpërimit nga ana tjetër e derës. Ishte për shkak të asaj vajze që Kamila e braktisi infermierin. Nuk mundi më të hynte në një spital pas asaj ngjarjeje. Faji, ndjenja se kishte dështuar, se nuk kishte bërë mjaftueshëm, se i kishte premtuar një fëmijë se gjithçka do të shkonte mirë kur nuk shkoi, e gjithë kjo e shkatërroi për brenda. Ajo iku. Mori diplomën dhe e futi në një sirtar. U bë një person tjetër. Dhe u përpoq të harronte. Por e kaluara sapo i kishte trokitur në derë, në formën e një burri me kostum të shtrenjtë që mbante në krah vajzën e saj dhe me lot në sy. Arbeni e vendosi Laurën përsëri në dy sheme me kujdes, sikur të ishte prej qelçi. Mori frym thellë, kaloi dorën nëpër fytyrë dhe kur e shikoi përsëri Kamilën, maska e ftohtësisë kishte rënë plotësisht. Nesër, ktheu këtu. Sill vajzën tënde përsëri. Në orën 9 të mëngjesit në këtë sallë. Duhet të flasim. Nuk ishte një kërkesë. Ishte një urdhër, por i thënë në një mënyrë aq të thyrë sa nuk tingëllonte si urdhër. Kamila pohoi me kokë, e path të gjente fjalë. Arbeni doli nga salla pa shikuar pas. Kamila mbeti aty duke mbajtur dorën e Laurës, duke u përpjekur të kuptonte çfarë sapo kishte ndodhur. Duke u përpjekur të kuptonte se si, nga të gjitha kompanitë e Tiranës, nga të gjitha ndërtesat, nga të gjitha katet, ajo kishte përfunduar pikërisht aty. Në rrugën e burrit, vajzën e të cilit ajo e kishte kujdesur vite më parë. Burrit që kishte humbur gjithçka dhe që tani shikonte vajzën e saj sikur të kishte parë një fantazm të së kaluarës. Atë natë, Kamila nuk arriti të flinte. Mbeti shtrirë duke parë tavanin, e përqafuar me Laurën që flinte pranë saj dhe pyeste veten se çfarë do të sillte e nesërmja. Kishte frikë se do të pushohej nga puna. Kishte frikë se do t'i duhej të rijetonte atë të kaluar që aq shumë luftoi për ta harruar. Kishte frikë të zbulonte se ai takim nuk ishte rastësi, por diçka më e madhe, diçka që ajo nuk ishte e përgatitur ta përballonte. Dhe diku në qytet, në një vilë të madhe dhe bosh, Arben Ali Mehmeti ishte ulur në zyrën e errët, me një kuti të vjetër të hapur mbi tavolinë para tij. Brenda saj, foto të një vajze të vogël të qeshur, vizatime fëmijësh, një fletore e vogël me shënimet e gruas së tij dhe një foto e paqartë e një infermiereje nga shpina, duke mbajtur një fëmijë në krah. Në anën e pasme, e shkruar me dorë, infermierja që këndon, Engjëlli ynë. Ai e mbajti atë foto me duar të dridhura dhe, për herë të parë pas vitesh, lejoi që lotët të binin lirshëm. Sepse engjëlli që ai mendonte se e kishte humbur përgjithmonë sapo ishte rishfaqur në jetën e tij, i veshur me një uniform pastrimi dhe duke mbajtur në krah një vajzë që këndonte të njëjtën ninull që këndonte vajza e tij. Dhe ai nuk kishte asnjë ide se çfarë të bënte me këtë. Kamila arriti në ndërtesë mëngjesin tjetër me Laurën për dore dhe një vorbull emocionesh në gjoks.
Kishte kaluar gjithë natën duke menduar të hiqte dorë, të mos shfaqej fare, të bënte sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por e dinte se nuk mundej. I duhej puna, i duhej të kuptonte çfarë donte ai burr, i duhej, në një farë mënyre, të përballej me të kaluarën që aq shumë u përpoqta varroste. Zonja Roza ishte kthyer dhe kishte pranuar të rinte përsëri me Laurën, por Kamila ndoqi urdhrat që kishte marrë dhe e solli vajzën me vete. Këtë herë nuk hyn nga dera e shërbimit. Një roje sigurie i priste në hollin kryesor dhe i shoqëroi deri në ashensor. Kamila u ndje plotësisht jashtë vendit aty me rrobat e saj të thjeshta, çantën e vjetër të së bijes në sup, ndërsa ekzekutiv me kostume kalonin me nxitim duke mbajtur çanta lëkure dhe duke folur në telefon. Laura ka përthejej pas këmbës së sëmës, e friksuar nga gjithë ajo lëvizje, por të paktën nuk po qante. Kati i 23 ishte i heshtur kur arritën. Roja i çoi në një sallë tjetër nga ajo e dieshme, më e madhe, me një tavolinë të pamas prej drurit të errët, karrige lëkure, një dritare të madhe që tregonte qytetin poshtë. Dhe aty, në këmbë pranë dritares, ishte Arben Ali Mehmeti. Ai u kthye kur ato hyn. Sot nuk vishte kostum. Kishte veshur pantallona të errëta dhe një këmishë të bardhë me mëngë të përveshura, pa kravatë. Fytyra vazhdonte të ishte e lodhur, por shpreha nuk ishte më e ashpër si dje. Kishte diçka ndryshe aty, një cenueshmëri që Kamila nuk priste ta shihte te një burr i atij niveli. Mirëmëngjes. Faleminderit që erdhët. Zëri i tij ishte më i butë se dje. Kamila pohoi me kokë, pa ditur çfarë të thoshte. Laura u fsheh pas këmbës së sëmës, duke e vështruar burrin me kureshtje. Arbeni tregoi karriget. Ulu, të lutem. Dëshironi diçka? Ujë, lëng, kafe? Kamila tundi kokën dhe u ul në cep të karriges, me Laurën në prerë. Pritit me zemrën që i rrite shpejt, pa ditur çfarë do të vinte tani. Do të ishte një pushim nga puna i sjellshëm? Një vërejtje formale? Një kërcënim? Por ajo që erdhi ishte plotësisht e papritur. Arbeni u ul përsëri pas tavolinës, mori frym thellë dhe filloi të fliste. Dhe ajo që ai tregoi ishte një histori dhimbjeje aq të thellë sa Kamila ndjeu lot në sy para se të kuptonte se po qante. Ai foli për vajzën e tij. Sofian. Një vajzë me flok bjond dhe sy blu që ishte drita e jetës së tij dhe të gruas së tij, Helenës. Foli për sëmundjen që u shfaq nga hiçi kur Sofia ishte vetëm 6 vjeç, një sëmundje e rrallë që mjekët mezi dinin ta trajtonin. Foli për muajt në spitalin Nën Tereza, për netët pa gjumë, për të parë vajzën të dobësohej ditë pas dite ndërsa ai ndihej plotësisht i pafuqishëm. Foli për Helenën, gruan që ishte e fortë deri në fund, që kur nuk e humbi shpresën, që shënonte gjithçka në një fletore për të gjetur modele, për të ndihmuar mjekët, për të bërë çdo gjë që mund të shpëtonte vajzën e saj. Dhe foli për infermieren që u shfaq në një nga netët më të vështira, kur Sofia nuk mund të flinte për shkak të ëndrave të këqija, dhe që krijoi një ninull të veçantë vetëm për të. Gruaja ime më tregonte për ty çdo natë. Thoshte se kishte një infermiere të re, me flokë gështenjë, që kishte një zë të butë dhe që arrinte ta vinte Sofia në gjumë kur askush tjetër nuk mundej. Ajo të quante Angel. Të bëri një foto nga shpina duke mbajtur Sofian. Shkroi në anën e pasme, infermierja që këndon, Angeli ynë. Kamila fshiu lotët që i rridhnin në përfaqe. E mbante mend Helenën. Një grua e bukur, bjonde, gjithmonë e paqërtueshme edhe në netët. Më të këqija, gjithmonë me një buzëqeshje të brisht në buzë. E mbante mend se si e falenderonte, se si ja mbante dorën Kamilës dhe i thoshte se ajo po bënte diferencën. Arbeni vazhdoi, zëri gjithnjë e më i ngjirur. Sofia ndërroi jetë një të martë në agim. Unë nuk isha aty. Kisha dalë për të zgjidhur diçka në zyrë, duke menduar se kisha kohë, se ajo do të duronte edhe pak. Helena ishte me të. Kur u ktheva, ishte tepër vonë. Më telefonuan, vrapova, por kur arrita, vajza ime tashmë kishte ikur. Dhe 3 muaj më vonë, edhe Helena iku. Nuk e duroi dot dhimbjen. Pësoi një aneurizëm cerebrale, thanë mjekët. Por unë e di se ishte zemra e thyrë që e vrau. Ai ndaloi, kaloi dorën mbi sy, duke u përpjekur të mblidhte veten. Laura kishte qëndruar e qetë në prerin e Kamilës, sikur të ndjente seriozitetin e momentit. Pas kësaj, unë i ruajta të gjitha gjërat në një kuti. Fotot, vizatimet, fletoren e shënimeve të Helenës, gjithçka.
E mbylla atë kuti dhe u betova se nuk do të hapja më kurrë. Mbylla edhe zemrën. U ktheva në punë dhe u varrosa në të. Pushova së ndjeri çdo gjë. U ktheva në një makinë. Të gjithë këtu në kompani më mendojnë të ftohtë, të vështirë, të paaftë për të buzëqeshur. Dhe kanë të drejtë. Sepse unë zgjodha të mos ndjeja më asgjë. Ishte e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Ai shikoi Kamilën dhe kishte aq shumë vuajtje në atë vështrim saqë asaj ju desh t'i shmangej syve. Deri dje. Kur një vajzë që nuk e kisha parë kurrë këndoi ninullën që këndonte vajza ime. Fjalë për fjalë. Notë për notë. Dhe unë nuk munda më të bëja sikur gjithçka ishte në rregull. Vrapova në shtëpi mbrëm dhe e hapa atë kuti. Pash fotot, lexova shënimet. Dhe të gjeta ty ose më mirë gjeta foton e shpinës tënde, e vetmja provë se ti ekzistoje në jetën e familjes sime. Dhe kuptova se infermierja që shpëtoi ditët e fundit të vajzës sime ishte këtu, në këtë ndërtesë, duke pastruar 2 shemet, dhe unë as që e dija. Kamila nuk dinte çfarë të thoshte. Fjalët nuk i vinin. Laura lëvizi në prerin e saj e shqetësuar dhe Kamila e rehatoi më mirënjohëse që kishte diçka për të bërë me duart e dridhura. Zoti Arben, më vjen shumë keq për atë që ndodhi me Sofian dhe me gruan tuaj. Më vjen shumë keq. Por unë nuk e di pse më keni thirrur këtu sot. Nëse është për të më thënë se unë dështova, se nuk bëra mjaftueshëm, unë tashmë e di këtë. Unë jetoj me këtë faj çdo ditë. Prandaj e lash infermierin. Sepse nuk e durova dot më. Arbeni u ngrit nga karrigia dhe e anashkaloi tavolinën, duke u ulur në karrigen pranë asaj të Kamilës, më afër, më pak formal. Ti nuk dështove. Ti ishe e vetmja gjë e mirë që i ndodhi vajzës sime në ato ditë të tmerrshme. Gruaja ime më tregonte se Sofia të priste ty çdo natë. Se ti uleshe në cep të shtratit dhe i këndoje derisa e zinte gjumi. Se ti flisje me të për gjëra të bukura, për ëndra, për shpresë. Ti dhe dinitet ditëve të fundit të vajzës sime. Dhe unë kur nuk pata mundësinë të falenderoja për këtë. Lotët e Kamilës rridhnin lirshëm tani. Ajo e kishte mbajtur fajin për kaq shumë kohë, ndjesinë se kishte dështuar, se nuk kishte bërë mjaftueshëm. Dhe të dëgjonte ato fjalë ishte si të hiqje një peshë të madhe nga shpina. Arbeni mori frym thellë para se të vazhdonte. Të thira këtu sot sepse dua të bëj një propozim. Dhe dua që të dëgjosh gjithçka para se të përgjigjesh, të lutem. Kamila pohoi, e paaftë të fliste. E di që ti punon si pastruese këtu. E di që ke 3 punë, që erit vajzën tënde vetëm, që jeta nuk është e lehtë për ty dhe unë dua të ofroj një pozicion tjetër. Dua të punësoj si asistente administrative. Paga është 5 herë më e lartë se ajo që merr tani në pastrim. Do të kesh të gjitha përfitimet, sigurim shëndetësor të plot, kupona ushqimor, orar fleksibël. Dhe unë dua që vajza jote të jetë gjithmonë afër. Do të krijoj një hapësirë këtu në zyrën time, me lodra, libra, gjithçka që i nevojitet. Ajo mund të rrijë këtu ndërsa ti punon. Kamila e shikoi, e pabesueshme. Kjo nuk mund të ishte duke ndodhur. Duhej të ishte një ëndër, ose një shaka mizore. Zotëri, nuk e kuptoj. Pse do ta bënit këtë? Arbeni shikoi Laurën, e cila luante me kukullën në prerin e së-ëmës, e pavetëdijshme për gjithçka që po diskutohej. Dje, kur e mbajta vajzën tënde në krah, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer prej vitesh. Ndjeva se isha ende gjallë. Se isha ende i aftë të ndjeja diçka përveç dhimbjes. Kur ajo këndoi atë këngë, ishte sikur Sofia po më thoshte se gjithçka është në rregull, se unë mund të vazhdoj përpara, se unë mund të jetoj përsëri. Unë nuk po përpiqem të zëvendësoj vajzën time. Kur nuk do të mund ta bëja këtë. Por të jem pranë një fëmije përsëri, të dëgjoj të qeshurën e një fëmije, të shoh pafajësi dhe jetë, kjo më solli përsëri nga një vend shumë i errët ku isha i bllokuar prej vitesh. Ai shikoi përsëri Kamilën. Dhe ti ishe infermierja që u kujdes për Sofian. Kjo nuk është rastësi. Nuk mund të jetë. Nga të gjitha kompanitë e Tiranës, ti erdhe të punosh pikërisht këtu. Nga të gjitha punoniset, ti ishe pikërisht ajo që u ngjite në atë sallë dje. Vajza jote këndoi pikërisht atë këngë. Unë nuk besoj në rastësi të tilla. Mendoj se jeta po përpiqet të na thotë diçka. Kamila tundi kokën, ende duke përpunuar gjithë atë.
Zoti Arben, ju falenderoj shumë, me të vërtetë. Por unë nuk mund të pranoj bamirësi. Nuk mund të pranoj një punë vetëm sepse juve ju erdhi keq për mua ose sepse doni diçka që t'ju kujtoj vajzën që keni humbur. Kjo nuk do të ishte e drejtë as për mua, as për ju, dhe aq më pak për Laurën. Arbeni pohoi, sikur të priste pikërisht atë përgjigje. Nuk është bamirësi. Mua më duhet dikush tek i cili mund të kem besim. Dikush që kupton nga organizimi, që di të merret me njerëz, që është i përgjegjshëm. Ti ke qenë infermiere, kështu që e di që je aftë të përballosh presionin, emergjencat, përgjegjësinë. Dhe unë dua dikë që të më detyroj të jem më njerëzor përsëri. Dikë që të më kujtoj se ka jetë përtej kësaj zyre. Vajza jote e bën këtë. Ti e bën këtë. Kamila kafshoi buzën, e dyzuar. Nga njëra anë donte të bërtiste po, të pranonte menjëherë atë mundësi që do t'ia ndryshonte jetën asaj dhe Laurës plotësisht. Sigurimi shëndetësor do të thoshte të mund ta çonte vajzën te pediatri kur të ishte e nevojshme, të mos priste me muaj në qendrën shëndetësore. Paga më e lartë do të thoshte ushqim i vërtet në tryez, rroba të reja, ndoshta edhe të largohej nga ai apartament i vogël në periferi. Por nga ana tjetër, kishte frikë. Frikë se mos bëhej e varur, frikë se mos kjo ishte vetëm një impuls i çastit i burrit dhe se pas disa javësh ai do të ndryshonte mendje dhe ajo do të humbiste gjithçka. Nëse do të ishit në vendin e Kamilës, do ta kishit pranuar propozimin e Arbenit apo do të kishit bërë diçka tjetër? Na tregoni në komente. Më lejoni të mendohem, ju lutem. Më duhet pak kohë për t'i përpunuar të gjitha këto. Arbeni ra dakord. Sigurisht. Merr kohën që të duhet. Por të lutem, ndërsa vendos, prano të paktën të qëndrosh në pozicionin aktual me një pagë më të mirë. Nuk ke nevojë më të bësh 3 punë. Rri vetëm këtu, me një orar më të shkurtër dhe një pagesë të drejtë. Kjo nuk është bamirësi, është minimumi që mund të bëj për dikë që ka bërë kaq shumë për familjen time. Kamila mori frymë thellë. Këtë mund ta pranonte pa u ndjerë se po trajtohej si një projekt bamirësie. Në rregull. E pranoj këtë. Dhe do të mendoj për pjesën tjetër. Ata qëndruan në heshtje për disa sekonda, derisa Laura filloi të lëvizte në prerin e Kamilës, e shqetësuar. Arbeni buzëqeshi për herë të parë, një buzëqeshje e vogël por reale. Mund t'ju tregoj hapësirën që kam krijuar? Edhe pse ende nuk e vendosur për propozimin, mendova se do të ishte mirë të kishte një vend për të ndërsa jeni këtu. Kamila ra dakord dhe ndoqi Arbenin në një dhomë ngjitur me zyrën e tij. Kur dera u hap, ajo mbeti pa fjalë. Hapësira ishte transformuar plotësisht. Kishte një tapet me ngjyra në 2 sheme, një raft të ulët plot me libra për fëmijë, një kuti me lodra të reja, një tavolinë të vogël me karrige të vogla, lapsa me ngjyra dhe letër. Madje edhe një poltron të rehatshme në qoshe, me jastëk të butë. Laura lëshoi dorën e sëmës dhe vrapoi brenda, syt i shkëlqenin. Mori një arush pelushi nga kutia e lodrave dhe e përqafoi fort, duke buzëqeshur për herë të parë që kur kishin ardhur aty. Kur e bëtë këtë? Mbrëm. Dërgova asistentin tim t'i blinte të gjitha dhe t'i montonte. Doja të ishte gati në rast se do të vinit sot. Kamila e shikoi atë dhe pa sinqeritet në ata sy gri. Ai nuk po e bënte atë për t'u ndjerë mirë me veten. Po e bënte sepse me të vërtet i interesonte. Ose të paktën po përpiqej të interesohej përsëri. Ditët që pasuan ishin të çuditshme dhe transformuese. Kamila pranoi pozicionin e ri, me pagë më të mirë dhe më pak orë pune. La 2 punët e tjera, diçka që kur nuk e kishte imagjinuar se do ta bënte. Filloi ta çonte Laurën në zyrë çdo ditë dhe vajza qëndronte në dhomën e vogël speciale, duke luajtur, duke vizatuar, ndonjëherë duke bërë një sy gjumë në poltron. Arbeni ndryshoi gjithashtu. Pak nga pak, filloi të mos ishte më ai burr i ftohtë dhe i paarritshëm që të gjithë njihnin. Filloi të bënte pauza gjatë ditës për të parë si ishte Laura. Blinte çokolata dhe i ruante në një sirtar për t'ia dhënë vajzës. Mësoi të bënte gërsheta duke parë video në celular, vetëm për të mund t'i krete flokët Laurës kur ajo ja kërkonte. Qeshte me gjërat qesharake që thoshte vajza. Dhe, në këtë proces, por i lidhej me humanizmin e tij. Kamila vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje mirënjohjeje dhe kujdesi.
Shite mënyrën e dashur me të cilën ai e trajtonte Laurën, shite vajzën që lidhej gjithnjë më shumë me atë burr që kishte durim të pafund me të, që e dëgjonte, që luante me kukulla pa u ankuar. Dhe kishte frikë. Frikë se mos Laura lidhej shumë dhe pastaj do të vuante kur kjo të mbaronte. Frikë se mos ajo vetë po fillonte të ndjente diçka që nuk duhej ta ndjente për burrin që ishte, teknikisht, shefi i saj. Bisedat mes tyre u bën më të thella. Në pushime, kur Laura flinte në dhomën e vogël, Kamila dhe Arbeni bisedonin. Ai tregonte për jetën që kishte pasur më parë, për ëndrat që i braktisi, për mënyrën se si hoqi dorë nga gjithçka kur humbi familjen. Ajo tregonte për luftën e përditshme për të mbijetuar, për baban e Laurës që u zhduk para se vajza të lindte, për fajin që mbante sepse e kishte lënë infermierin. Ishte një të premte, pothuajse 2 javë pas asaj bisede të parë, kur Arbeni bëri një ftesë të papritur. Të shtunën do të shkoj në park. Ka vite që nuk kam qenë, por mendova se do të ishte bukur. Doni të vini bashkë ti dhe Laura? Kamila hezitoi. Të dilte me të jashtë zyrës ishte të kaloje një kufi që ajo ishte përpjekur ta mbante. Por Laura e kishte dëgjuar dhe tashmë po hidhej nga entuziazmi, dhe Kamila nuk pati guxim t'ia mohonte. Në rregull. Do të vim. E shtuna zbardhi me diell, dhe kur Arbeni u shfaq para apartamentit të Kamilës për t'i marrë, ajo pothuajse nuk e njohu. Ai kishte veshur xhinse, atlete dhe një këmishë të thjeshtë, pa asgjë nga kostumet e shtrenjta apo qëndrimi i ngurtë i zyrës. Dukej më i ri, më i lehtë. Dhe kur pa Kamilën, buzëqeshi në një mënyrë që ja bëri zemrën të hidhej. Shëtitja në park ishte perfekte. Ata ushqyen rosat në liçen, Laura vrapoi në përbar duke qeshur me zë të lartë, ata blen akullore dhe u ulën nën hijen e një peme të madhe. Arbeni bëri foto me celular, foto që dukeshin si familjare, që tregonin 3 njerëz duke buzëqeshur së bashku sikur të kishin qenë gjithmonë pjesë e njëri tjetrit. Pasdite, kur Laura më në fund u lodh dhe e zuri gjumin në prerin e Kamilës, Arbeni i shikoi të dyja në heshtje. Dhe pastaj, me zë të ulët për të mos e zgjuar vajzën, ai foli. Ndihem fajtor. Kamila e shikoi. Fajtor për çfarë? Për atë që po ndjej. Për të parë ty dhe Laurën dhe për të ndjerë gjëra që nuk i kisha ndjerë prej vitesh. Për të buzëqeshur përsëri, për të qeshur përsëri, për të dashur të zgjohem në mëngjes përsëri. Duket sikur po tradhtoj kujtimin e Helenës dhe Sofias. Kamila u vonua disa sekonda para se të përgjigjej, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Të duash përsëri nuk është të tradhtosh ata që kanë ikur. Është të nderosh jetën që ende ekziston. Gruaja jote nuk do të donte që ti të kaloje pjesën tjetër të jetës vetëm, duke vuajtur. Vajza jote nuk do të donte që ti të mos buzëqeshje më. Ato do të donin që ti të ishe i lumtur. Dhe të jesh i lumtur nuk do të thotë të harrosh. Do të thotë të vazhdosh duke i mbajtur ato në zemër, por duke lënë hapësirë edhe për gjëra të reja. Arbeni e shikoi me një intensitet që e bëri Kamilën të dridhej. Dhe pastaj, ngadalë, ai u përkul dhe e puthi. Ishte një puthje e butë, e kujdesshme, plot frikë dhe shpresë në të njëjtën kohë. Kamila mbylli sytë dhe lejoi që ai moment të ndodhte, lejoi që frika t'i linte vendin diçka e të re, të frikshme dhe të mrekullueshme. Kur u larguan, Arbeni mbështeti ballin e tij te Isai dhe i pëshpëriti. Nuk e di nëse jam gati për këtë, por dua të provoj. Kamila buzëqeshi me lot në sy. Edhe unë. Por realiteti, siç ndodh gjithmonë, shpejt trokiti në derë. Të mbaje një marrëdhënie të fshehtë brenda kompanisë ishte e vështirë. Gjatë orarit të punës, ata mbanin distancën profesionale të nevojshme, por jashtë saj, filluan të ndërtonin një përditshmëri të thjeshtë. Darka në shtëpinë e Kamilës, të diela në park, udhëtime me makinë, biseda në kuzhinë ndërsa Laura vizatonte. Arbeni i ofroi disa herë të paguante për një apartament më të mirë për to, por Kamila gjithmonë refuzonte me vendosmëri. Nuk dua të bëhem një projekt shpëtimi për ty, nuk dua që ti të më shpëtosh. Dua t'i ndërtoj gjërat me ty, krah për krah, por pa e humbur dinjitetin tim në këtë proces. Arbeni e kuptonte, edhe pse ishte e vështirë për të mos përpiqej t'i zgjidhte gjërat me para. Ishte mësuar të kishte kontroll mbi gjithçka, të mund të blinte zgjidhje. Por Kamila ishte ndryshe. Kishte krenari, kishte forcë dhe nuk do të hiqte dorë nga identiteti i saj vetëm sepse ai kishte mundësi t'ia lehtësonte gjërat.
Ishte një të diel mbrëma, ndërsa rregullonte letra të vjetra në zyrën e vilës së zbrazët ku jetonte, kur Arbeni e gjeti foton përsëri. Foton e infermieres nga shpina, duke mbajtur Sofian në krah. Ai shikoi atë imazh për një kohë të gjatë dhe pastaj mori fletoren e shënimeve të Helenës që ishte në të njëjtën kuti. Shfletoi faqet duke lexuar përshkrimet e detajuara që gruaja e tij bënte për çdo ditë në spital. Dhe pastaj gjeti shënimin që kërkonte. 23 prill. Infermierja që këndon u kthye sot. Flokë gështenjë të lidhur në një topuz, sy të errët dhe të butë, duar të buta. Sofia kërkoi ninullën dhe ajo këndoi për gati një orë, duke e mbajtur vajzën time sikur të ishte e saja. Tha se e krijoi atë version posaçërisht për Sofian, se nuk e këndon kështu për askën tjetër. Është një engjëll, ky është engjëlli ynë. Arbeni mbylli fletoren dhe shikoi përsëri foton. Nuk kishte më dyshim. Gruaja nga shpina ishte Kamila. Infermierja që shpëtoi ditët e fundit të vajzës së tij ishte e njëjta grua për të cilën ai po dashurohej tani. Rastësia ishte e pamundur, dërmuese, e frikshme. Të nesërmen, ai e mori foton në zyrë. Priti derisa Laura të ishte në gjumë në dhomën e vogël dhe pastaj e thiri Kamilën. Ja tregoi foton dhe pa fytyrën e Kamilës të zbehej kur njohu skenën. Jam unë. Arbeni pohoi. E di. Gruaja ime të fotografoi pa e ditur t'i shkroj për ty në këtë fletore. Ti nuk ishe thjesht një infermiere tjetër që bënte punën e saj. Ti ishe dikush që u kujdes me të vërtet, që krijoi një ninull të veçantë vetëm për vajzën tonë, që e mbajti atë kur ëndrat e këqija ishin shumë të forta. Kamila fshiu lotët që filluan të rridhnin. Unë u kujdesa me të vërtet. U lidha me Sofian në një mënyrë që nuk duhej të isha lidhur. Dhe kur ajo iku, unë u coptova. Sepse i kisha premtuar asaj se gjithçka do të shkonte mirë. Këndova atë ninull çdo natë duke i thënë se engjëlli do ta mbronte, se ajo do të bëhej mirë. Dhe unë gënjeva. Ajo nuk u bë mirë. Arbeni ja mbajti duart. Ti nuk gënjeve. Ti i dhe shpresë. Ti i dhe ngushëllim. Ti i bëre ditët e fundit të vajzës sime më pak të frikshme. Dhe kjo ka rëndësi. Ka shumë rëndësi. Ata që ndruan aty duke mbajtur duart e njëri tjetrit, të bashkuar nga një fëmijë që kishte ikur por që kishte mbjell një far që tani po lulëzonte në diçka të re. Kamila shikoi foton, atë version më të ri të vetes duke mbajtur një vajzë të vogël bjonde, dhe kuptoi se ndoshta e gjithë kjo nuk ishte rastësi. Ndoshta ishte fat. Ndoshta jeta po përpiqej të bënte një rregullim, duke vendosur të njëjtët njerëz në rrugën e njëri tjetrit përsëri, por këtë herë për të shëruar në vend që të vuanin. Dhe për herë të parë që kur la spitalin, Kamila lejoi që faji të fillonte të shpërbëhej, i zëvendësuar nga diçka e ngjashme me paqen. Muajt që pasuan ishin si të jetoje në dy botë të ndryshme. Gjatë orarit të punës, Kamila ishte asistentja efikase dhe profesionale, gjithmonë duke mbajtur distancën e duhur nga shefi. Arbeni ishte drejtori i përgjithshëm serioz, i fokusuar në biznes, duke marrë vendime që lëviznin miliona. Por jashtë asaj ndërtese xhami, ata ishin thjesht dy njerëz që përpiqeshin të rindërtonin jetë që ishin coptuar në mënyra të ndryshme. Vizitat në shtëpinë e Kamilës u bën rutinë. Arbeni shfaqej të premteve në mbrëmje me një picë, ose të shtunave në mëngjes me bukë të freskët nga furra. Uleshin në tavolinën e vogël të kuzhinës, bisedonin ndërsa Laura vizatonte në dyshemen e dhomës së ndenjes, ndanin histori dhe heshtje. Ai mësoi ta pëlqente atë apartament të thjeshtë, aq të ndryshëm nga vila e zbrazët ku jetonte. Aty kishte jetë, kishte të qeshura, kishte rëmuj lodrash të shpërndara. Aty kishte ngrohtësi njerëzore. Kamila, nga ana e saj, pak nga pak lejoi që ai burr të hynte jo vetëm në jetën e saj, por edhe në zemrën e Laurës. Dhe kjo ishte ajo që e friksonte më shumë. Vajza ishte lidhur me Arbenin në një mënyrë intensive. E thëriste me emër me atë zë të ëmbël, vraponte për ta përqafuar kur ai arrinte, i kërkonte t'i lexonte histori para gjumit, ruante vizatime të veçanta për t'ia treguar atij. Laura kur nuk kishte pasur një figurë atërore, dhe tani kishte dikë që e mbushte këtë hapësirë boshe me një përkushtim që e prekte Kamilën deri në lodh. Por frika ishte gjithmonë aty, duke i pëshpëritur në vesh natën vonë. Po sikur kjo të mbaronte? Po sikur Arbeni të kuptonte se ishte thjesht duke u përpjekur të mbushte boshllëkun e lënë nga vajza që humbi? Po sikur të lodhej prej tyre?
Si do t'ja shpjegonte Laurës se burri që ajo e quante baba nuk ishte vërtet babai i saj, dhe se ndoshta do të ikte një ditë? Ishte një të enjte mbrëma, pasi e vuri Laurën në gjumë, kur Kamila më në fund i shprehu këto frikëra. Arbeni kishte qëndruar për darkë, siç po bënte gjithnjë e më shpesh, dhe të dy ishin ulur në divanin e vogël të dhomës së ndenjes, duke pirë çaj. Kam frikë nga ajo që po ndërtojmë. Arbeni e shikoi i shqetësuar. Frikë për çfarë? Sepse Laura po lidhet shumë me ty, sepse unë po lidhem shumë me ty, po sikur një ditë të zgjohesh dhe të kuptosh se e gjithë kjo ishte vetëm ti duke u përpjekur të mbushje hapësirën e Sofias? Po sikur të kuptosh se nuk e do më këtë dhe të ikësh. Si do t'ja shpjegoj një fëmijë 5 vjeçar se ka humbur edhe një baba tjetër? Fjalët dolen më të ashpra se sa ajo synonte, të ngarkuara me një dhimbje të vjetër, me një shenjë që kur nuk ishte shëruar plotësisht. Babai i Laurës kishte ikur para se vajza të lindte, ishte zhdukur pa lënë gjurmë, dhe Kamila i ishte betuar vetes se do ta mbronte të bien nga një braktisje tjetër. Por tani po dështonte në këtë premtim, duke lejuar që Laura të lidhej me dikë që ndoshta nuk do të qëndronte. Arbeni qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Kur më në fund foli, zëri i doli i vendosur, pa hezitim. E kuptoj frikën tënde. E kuptoj sepse ti e ke kaluar këtë, sepse ke parë njerëz të rëndësishëm të ikin. Por dua që ti të kuptosh një gjë. Ajo që unë ndjej për ty dhe për Laurën nuk është konfuzion. Nuk është zëvendësim. Nuk është iluzion kalimtar. Unë kam kaluar vite i vdekur për brenda, duke jetuar në pilot automatik, pa ndjer asgjë. Dhe ju të dyja më sollët përsëri në jetë. Po, ninulla e Laurës më kujtoi Sofian. Po, të mbaja atë në atë ditë të parë më bëri të ndjej gjëra që nuk i kisha ndjerë që kur humba vajzën time. Por ajo që erdhi pas kësaj nuk ka të bëjë me zëvendësimin e dikujt. Ka të bëjë me njohjen tuaj. Me të dashuruarit, me atë që je ti, me forcën që ke, me mënyrën si e rrit vajzën tënde vetëm dhe nuk dorëzohesh. Ka të bëjë me dashurinë për Laurën, për mënyrën e saj unike, për ndjeshmërinë, për të qeshurën, për përqafimet që më jep. Ai kapi dorën e Kamilës mes të tijave. Unë nuk do të iki. Nuk jam baba i Laurës, e di këtë. Por unë dua të jem pjesë e jetës së saj. Dua të jem pjesë e jetës tënde. Dhe nëse ti më lejon, unë dua ta bëj këtë në mënyrën e duhur. Jo si shef dhe punonjëse që shihen fshehurazi. Por si një çift i vërtet, duke ndërtuar një të ardhme së bashku. Kamila ndjeu lotët t'i digjnin syt. Donte të besonte. Zot, sa donte të besonte. Por frika ishte një gjë kokfort, e rrënjosur shumë thellë. Më duhet kohë. Më duhet të jem e sigurt se ti je i sigurt. Arbeni e puthi në ballë, butësisht. Unë kam gjithë jetën për të provuar se jam i sigurt. Por koha, siç ndodh në jetën reale, jo gjithmonë bashkëpunon me planet e njerëzve. 2 javë pas asaj bisede, një bombë shpërtheu. Lajmi për marrëdhënien mes drejtorit të përgjithshëm të kompanisë dhe një ish punonjëseje pastrimi u përhap nëpër korridore si zjarri në kashtë të thatë. Askush nuk e dinte me siguri se si informacioni kishte rrjedhur, por papritur të gjithë e dinin. Dhe opinionet ishin të dhunshme. Disa ekzekutiv komentonin me zë të ulët se Kamila ishte materialiste, se kishte kurdisur gjithçka për të marrë një pozicion më të mirë. Të tjerë thoshin se Arbeni po kalonte një krizë të moshës së mesme, se së shpejti do të lodhej nga ajo lojë dhe do të kthehej në normalitet. Kishte edhe nga ata që bënin tifo për çiftin, por këta zëra ishin pakicë. Pjesa më e madhe e njerëzve e shihnin me dyshim një marrëdhënie që kalonte kaq shumë bariera të klasës sociale. Kamila ndjente peshën e shikimeve dhe përshpëritjeve çdo ditë. Mbante kokën lart, bënte punën e saj me përsosmëri, por për brenda po coptohej. Nuk ishte vetëm për gjykimin e të tjerëve. Ishte sepse ato komente dashakeqe preknin pikërisht frikërat e saj më të këqija. Po sikur ata të kishin të drejtë? Po sikur ajo të ishte vërtet vetëm një iluzion kalimtar për Arbenin? Situata u përkeqësua kur zonja Tefta, nëna e Arbenit, u shfaq pa paralajmërim. Ishte një grua gati 70 vjeç, e gjatë, elegante, me flokë të bardhë të krejur në mënyrë të paqortueshme dhe rroba të shtrenjta. Kishte jetuar jashtë vendit vitet e fundit, që nga vdekja e nuses dhe mbesës së saj, e paftë të qëndronte në vendin që ruante kaq shumë kujtime të dhimbshme.
por komentet për të birin dhe të dashurën e re arritën deri tek ajo dhe Tefta vendosi se duhej të ndërhynte personalisht. Kamila nuk do ta harroj kur ditën kur takoi nënën e Arbenit. Ishte një të premte pasdite dhe Tefta hyri në zyrën e Arbenit pa trokitur, duke gjetur Kamilën duke organizuar dokumente ndërsa Laura luante në dhomën ngjitur. Shikimi që gruaja i hodhi Kamilës ishte i ftohtë, vlerësues, i ngarkuar me gjykim. Ju duhet të jeni Kamila. Zëri ishte i sjellshëm, por kishte një ftohtësi pas fjalëve që e bëri Kamilën të ndihej e vogël. Po, zonjë. Gëzohem që ju njoh. Tefta nuk ju përgjigj përshëndetjes. Vetëm shikoi përreth duke vënë re dhomën e lodrave, vizatimet e Laurës të ngjitura në mur, rrëmujen e organizuar që kishte pushtuar atë zyrë dikur aq formale. Djali im është këtu? Është në një mbledhje, por duhet të kthehet pas disa minutash. Tefta u ul në një nga karriget pa uftuar dhe vazhdoi të vëzhgonte Kamilën me atë shikim depërtues. Ishte Laura ajo që theu heshtjen e pakëndshme. Vajza doli nga dhoma, pa zonjën e panjohur dhe u fsheh pas këmbës së Kamilës, duke vështruar me kureshtje. Dhe kjo është vajza juaj. Nuk ishte një pyetje, ishte një pohim. Kamila vendosi dorën mbrojtëse në supin e Laurës. Po. Kjo është Laura. Tefta e studioi vajzën për disa sekonda dhe pastaj e largoi shikimin, sikur kjo t'i dhimbte shumë. Në atë moment, Arbeni hyri në zyrë dhe ngriu kur pa të ëmën aty. Mami? Nuk e dija që do të vije. Tefta u ngrit dhe nën e birë u përqafuan, por ishte një përqafim formal, i largët. Arbeni shikoi Kamilën dhe ajo e kuptoi mesazhin e heshtur. Mori Laurën për dorë dhe doli nga zyra, duke i lënë të dy vetëm. Por nuk shkoi aq larg sa të mos dëgjonte kur Tefta ngriti zërin. Çfarë mendon se po bën, Arben? I përfshirë me një punonjëse? Me një grua që mezi ka shkollë, që ka një vajzë nga një burr tjetër? Ky është dëshpërim. Është vetmi? Apo vërtet e ke humbur mendjen? Kamila nuk donte të dëgjonte pjesën tjetër. Mori Laurën, gjërat e saj dhe doli nga ndërtesa. Shkoi në shtëpi me zemër të shtrënguar, fjalët e Teftës i jehonin në kokë. Një grua që mezi ka shkollë. Një grua me vajzë nga një burr tjetër. Sikur ajo të ishte më pak për shkak të kësaj. Sikur të mos ishte e denjë. Arbeni u shfaq në shtëpinë e saj disa orë më vonë, dukshëm i tronditur. Kamila e la të hynte, por kishte një distancë mes tyre që nuk ekzistonte më parë. Ajo nuk kishte të drejtë të thoshte ato gjëra për ty. Por i tha. Dhe ti e di që shumë njerëz mendojnë të njëjtën gjë. Që unë jam materialiste, që po përfitoj prej teje, që nuk jam mjaftueshëm e mirë. Arbeni u përpoq të afrohej, por Kamila bëri një hap prapa. Unë nuk mund të jetoj kështu. Duke u gjykuar gjatë gjithë kohës, duke u parë si dikush që është shitur. Dhe nuk mund ta ekspozoj Laurën ndaj kësaj. Ajo vuan mjaftueshëm që nuk ka baba. Nuk dua që ajo të rritet duke dëgjuar se nëna e saj është një përfituese. Atëherë çfarë do? Të ndahemi? Të bëj sikur ti nuk do të thot asgjë për mua? Kamila fshiu lotët që i rrivnin. Nuk e di çfarë dua. Vetëm e di se kjo po dhem shumë. Arbeni qëndroi në heshtje dhe pastaj bëri diçka që Kamila nuk e priste. U gjunjëzua para saj. Nuk më intereson se çfarë mendon nëna ime. Nuk më intereson se çfarë mendojnë ekzekutivët. Nuk më intereson se çfarë mendon askush. E vetmja gjë që ka rëndësi për mua jeni ti dhe Laura. Dhe nëse ti më jep një shans, unë do t'i provoj të gjithëve se kjo është reale. Se unë të dua. Se unë e dua vajzën tënde. Se unë dua të ndërtoj një familje me ju. Kamila e shikoi të gjunjëzuar aty në dhomën e vogël të apartamentit dhe pa sinqeritet absolut në sytë e tij. Si do ta provosh? Martohu me mua. Fjalët mbetën pezull në ajër. Kamila mendoi se kishte dëgjuar gabim. Çfarë? Martohu me mua. Jo pas një viti, jo kur gjithçka të jetë perfekte. Martohu me mua tani, para të gjithëve. Tregoju atyre se kjo nuk është shaka, se nuk është fazë, se është për gjithmonë. Kamila tundi kokën, e pabesueshme. Ti je i çmendur. Ti mezi më njeh prej disa muajsh. Unë të kam njohur vite më parë, kur ti u kujdese për vajzën time.
Të njoha vërtet kur ti u ngjite në atë sallë me Laurën në krah, duke vdekur nga frika por duke bërë atë që duhej të bëje për të mos humbur punën. Të njoh mjaftueshëm për të ditur se ti je gruaja më e fortë, më guximtare, më e mrekullueshme që kam njohur ndonjëherë. Dhe unë dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke të njohur edhe më shumë. Lotët rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e Kamilës tani. Një pjesë e saj donte të bërtiste donte të hidhej në krahët e tij dhe të harronte të gjitha frikërat. Por pjesa racionale, pjesa që ishte lënduar kaq shumë herë, ende hezitonte. Po sikur të pendohesh. Po sikur pas disa muajsh të kuptosh se ishte vetëm mirënjohje, vetëm mall për familjen që humbe? Arbeni u ngrit dhe I mbajti fytyrën mes duarve. Unë kam humbur shumë kohë duke jetuar në të kaluarën. Kam shpërdoruar vite të mjaftueshme duke ndëshkuar veten për gjëra që nuk mund t'i kontrolloja. Nuk dua më të jetoj kështu. Dua të jetoj vërtet. Dhe dua të jetoj me ty kështu që më përgjigju, Kamila. Do të martohesh me mua? Kamila e shikoi atë burr që ishte shfaqur në jetën e saj në një mënyrë aq të pamundur, aq të pabesueshme. Dhe pastaj shikoi Laurën, e cila kishte dalë nga dhoma dhe po I vëzhgonte të dy me sy të mëdhenj dhe kureshtar. Vajza erdhi tek ata dhe kapi dorën e Arbenit dhe dorën e Kamilës duke I bashkuar. Arbeni do të jetoj me ne, mami? Kamila shikoi të bien, pa shpresën në ata sy të vegjël ngjyrë kafe, dhe kuptoi se nuk po vendoste më vetëm për veten. Po vendoste për një fëmijë që meritonte të kishte një familje, që meritonte ta shihte nënën të lumtur, që meritonte të besonte në funde të lumtura. Mori frym thellë dhe tha fjalën më të frikshme dhe më të bukur që kishte thënë ndonjëherë në jetë. Po. Martohem me ty. Arbeni e tërhoqi në një përqafim të fortë dhe Laura përqafoi këmbët e të dyve duke qeshur. Dhe në atë moment, në atë dhomë të vogël të një apartamenti në periferi të Tiranës, 3 njerëz të thyer nga jeta në mënyra të ndryshme u bën një familje. Por martesa ishte vetëm fillimi. Ende duhej të përballeshin me mosmiratimin e teftës, gjykimet e shoqërisë, pasiguritë e tyre që nuk zhdukeshin vetëm sepse kishin marrë një vendim të guximshëm. Dhe Kamila e dinte se ditët e vështira ishin ende përpara. Ajo që nuk e dinte ishte se zbulimi më I madh, ai që do të ndryshonte gjithçka përsëri, ishte ende I ruajtur, duke pritur momentin e duhur për të dalë në dritë. Sepse e kaluara kur nuk mbetet e varrosur për gjithmonë dhe ndonjëherë jeta këmbëngul të bëjë rrath të plot, duke lidhur pika që dukeshin të ndara për gjithmonë. Mëngjesin pas propozimit për martesë, Arbeni u zgjua me një ide. Nuk do të bënte një martesë tradicionale në një sallë luksoze. Nuk do të shfaqte pasuri apo të përpiqej të impresiononte askën. Do të bënte diçka që kishte kuptim të vërtetë. Telefonoi drejtoret e spitalit Nën Tereza, ku Sofia kishte kaluar ditët e fundit dhe propozoi një donacion të konsiderueshëm për rinovimin e repartit të pediatrisë. Në këmbim, kërkoi leje për të bërë një ceremoni të vogël në kopshtet e spitalit. Donte të martohej në vendin ku gjithçka kishte filluar, ku Kamila ishte kujdesur për Sofian, ku dhimbja kishte qenë aq e madhe, por ku kishte pasur edhe dashuri dhe kujdes. Kur ja tregoi idenë Kamilës, ajo mbeti në heshtje për një kohë të gjatë. Të kthehej në atë spital ishte diçka që e kishte shmangur prej vitesh. Por e kuptoi simbolikën, kuptoi se Arbeni po përpiqej ta transformonte një vend dhimbjeje në një vend rifillimi. Dhe ra dakord. Lajmi I martesës u përhap shpejt. Tefta u përpoq ta binte të birin të hiqte dorë, duke argumentuar se kjo ishte e nxituar, se ai po ngatëronte mirënjohjen me dashurinë. Por kur pa se Arbeni nuk do të ndryshonte mendje, ajo thjesht tha se nuk do të merrte pjesë në ceremoni. Arbeni e pranoi vendimin e së-ëmës me trishtim, por nuk u tërhoq. Përgatitjet ishin të thjeshta. Kamila nuk donte bujë, nuk donte të ndihej si një e huaj në një botë që nuk ishte e saj. Zgjodhi një fustan të bardhë të thjeshtë, të blerë në një dyqan të lagjes. Laura do të kishte një fustan roz dhe do të ishte shoqëruesja e vogël. Do të ftonin vetëm disa njerëz të afërt, zonjën Roza, fqinjen që kujdesej për Laurën, disa kolege të ekipit të vjetër të pastrimit që ishin bërë shoqe dhe disa punonjës të paktë të kompanisë që sinqerisht bënin tifo për çiftin. Ishte 2 ditë para martesës kur ndodhi diçka e papritur. Tefta u shfaq përsëri në zyrën e Arbenit, por këtë herë me një shprehje tjetër. Nuk kishte më ftohtësinë e mëparshme. Kishte diçka që dukej pothuajse si cenueshmëri. Më duhet të flas me Kamilën.
Vetëm. Arbeni hezitoi, por Kamila ra dakord. Të dyja gratë u ulën në dhomën e vogël ku Laura zakonisht luante, tani bosh sepse vajza kishte shkuar të kalonte ditën me zonjën Roza. Tefta filloi ngadalë duke zgjedhur fjalët me kujdes. Erdha të kërkoj falje. Për atë që thash, për mënyrën si të trajtova. Nuk ishte e drejtë. Kamila nuk e priste këtë. Mbeti në heshtje duke pritur. Zonja e moshuar vazhdoi. Kur djali im më tha se ishte i lidhur me Dik, instinkti im i parë ishte ta mbroja. Ai vuajti aq shumë nga humbja e Helenës dhe Sofias. Kalova vite duke parë djalin tim të dobësoj, duke u bërë një hije e asaj që ishte më parë. Dhe kur mësova se ai po lidhej përsëri, pata frikë se do të lëndoj edhe më shumë. Kështu që isha e ashpër me ty sepse mendova se ishe oportuniste, dikush që po përfitonte nga cenueshmëria e tij. Ajo bëri një pauzë, sytë i ishin mbushur me lodh. Por mbrëm, ndërsa shikoja foto të vjetra, gjeta diçka. Foton që Helena kishte bërë në spital. Foton e infermieres duke mbajtur Sofian. Kamila ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Tefta nxori një foto nga xhepi i çantës dhe ja dha Kamilës. Ishte e njëjta foto që Arbeni i kishte treguar, por e parë nga një kënd tjetër, e bërë gjithashtu nga nëna e tij në atë kohë. Unë isha aty atë ditë. Qëndrova në derën e dhomës sepse nuk kisha forcë të hyja, të shija mbesën time në atë gjendje. Por të dëgjova duke kënduar. Dëgjova zërin e butë, ninullën që ti krijove. Dhe pash përmes xhamit ty duke mbajtur Sofian, duke e përkundur sikur të ishte vajza jote. Pash dashurinë dhe kujdesin që kishe. Dhe mbaj mend që mendova se falenderoja Zotin që kishte dërguar atë engjëll për t'u kujdesur për mbesën time kur unë nuk mundesha. Lotët rridhnin lirshëm në për fytyrën e gruas tani. Ti ishe infermierja që qëndrove me Sofian deri në fund. Ti ishe ajo që i këndove asaj natën e fundit. Ti ishe ajo që i mbajte dorën kur ne nuk ishim aty. Dhe unë kur nuk të falenderova. Kur nuk ta mësova emrin, kur nuk ta pash fytyrën si duhet. Por ti ishe aty në momentet më të këqija duke i dhënë dinjitet dhe dashuri mbesës sime. Kamila po qante gjithashtu tani, të gjitha emocionet e shtypura të viteve po dilnin në sipërfaqe. Tefta mbajti duart e Kamilës mes të sajave. Unë gabova. Ti nuk je oportuniste. Ti je gruaja që shpëtove ditët e fundit të mbesës sime. Ti je gruaja që po e kthen djalin tim në jetë. Ti je pikërisht ajo që ai ka nevojë. Dhe unë kërkoj falje që kam qenë kaq e verbër. Të dyja gratë u përqafuan duke qarë, duke çliruar vite dhimbjeje, faji dhe malli. Kur më në fund u ndan, Tefta fshiu fytyrën dhe buzëqeshi për herë të parë. Unë do të vi në dasmë. Nëse më lejon. Dhe do të doja ta njihja më mirë Laurën. Ajo mund të mos jetë mbesa ime e gjakut, por do të jetë mbesa ime e zemrës. Kamila buzëqeshi përmes lotëve. Sigurisht që mundeni. Laura do të ishte e lumtur të kishte një gjyshe. Dhe kështu, edhe një pjesë tjetër u vendos në vendin e saj. Familja që po formohej fitoi një antar tjetër dhe cikli i dhimbjes filloi t'i linte vendin një cikli shërimi. Dita e dasmës zbardhi me një qiell të kaltër të qartë, pa re, sikur edhe koha të ishte duke komplotuar që gjithçka të ishte perfekte. Kamila u zgjua herët në apartament, me Laurën që flinte pranë saj për herë të fundit në atë shtrat të ngushtë. Pas ditës së sotme, do të jetonin në shtëpinë e Arbenit. Ai kishte këmbën ngulur dhe këtë herë Kamila pranoi, por me kushtin që të rinovonin disa dhoma së bashku, në mënyrë që ajo të ndjente se ajo shtëpi ishte edhe e saja, jo vetëm një vend ku po strehohej. Zonja Roza arriti herët për të ndihmuar Kamilën të bëhej gati. Fqinja, e cila ishte bërë një mike e vërtet gjatë atyre muajve, kishte sytë e përlotur ndërsa rregullonte fustanin e bardhë të thjesht në trupin e Kamilës. Ti e meriton këtë, bia ime. Ti meriton gjithë lumturinë e botës. Kamila shikoi veten në pasqyrën e vogël të dhomës dhe pothuajse nuk e njohu gruan që shitet të pasqyruar aty. Fustani ishte i thjeshtë, por i bukur. Flokët ishin të lëshuar duke rënë në valë të buta mbi supe. Kishte një shkëlqim në sy që nuk ekzistonte më parë, një shpresë që ajo kishte menduar se e kishte humbur përgjithmonë. Laura hyri duke vrapuar në dhomë, me fustanin roz që i rrotulloi rreth saj.
Vajza kishte një rreth me lule të bardha në kokë dhe mbante një shport të vogël me petale trëndafili. Mami, jam e bukur? Kamila u gjunjëzua para së bijës dhe I rregulloi një tufë flokësh që I kishte shpëtuar. Ti je gjëja më e bukur që kam parë në jetën time. Dhe mami është gjithashtu e bukur. Arbenit do t'i pëlqej shumë. Kamila buzëqeshi. Laura kishte filluar ta thërriste Arbenin vetëm me emër, por javët e fundit kishte pyetur disa herë nëse mund ta quante baba. Arbeni kishte biseduar me të, I kishte shpjeguar se do të ishte I lumtur të quhej kështu, por se vendimi ishte I saj, se nuk duhej të nxitonte. Vajza ende po vendoste, por Kamila shite në sytë e vegjël të së bijës se përgjigja ishte gjithnjë e më afër të qenit një po. Spitali Nën Tereza ndodhej në zonën jugore të qytetit. Kur Kamila arriti, e shoqëruar nga Laura dhe zonja Roza, mbeti e impresionuar nga ajo që pa. Kopshtet e spitalit, që më parë ishin vetëm një hapësirë e gjelbër pa lezet, ishin transformuar. Kishte karrige të bardha të rreshtuara që formonin një korridor të vogël, lule të thjeshta por të bukura që dekoronin çdo fund rreshti dhe në fund, në një përgol druri të çelët të gërshetuar me gjethe, ishte Arbeni. Ai kishte veshur një kostum gri të çelët, pa kravat, me një këmishë të bardhë poshtë. Kur pa Kamilën duke zbritur nga makina, buzëqeshja që ju shfaq në fytyrë ishte aq e sinqertë, aq plot dashuri, saqë ajo ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. Pran Arbenit ishte tefta, elegante me një fustan ngjyrë pjeshke, dhe për herë të parë që kur Kamila e kishte njohur, gruaja e moshuar po buzëqeshte me të vërtetë. Ceremonia do të drejtohej nga një celebrant që Arbeni kishte zgjedhur, një burr I thjeshtë dhe I ngrohtë që kishte punuar si vullnetar në spital për vite. Të ftuarit ishin të paktë, por çdo person I pranishëm aty do të thoshte diçka. Ishin disa infermiere të repartit të pediatrisë që ende e mbanin mend Kamilën dhe që ishin emocionuar kur mësuan se ajo po kthehej për t'u martuar. Ishin disa punonjes të kompanisë, përfshirë Sonjen, mbikëqyrsen që I kishte dhënë shansin e parë Kamilës atë ditë shiu. Dhe ishin zonja Roza dhe disa fqinjë të pallatit ku Kamila jetonte. Por momenti më I veçantë ishte kur Kamila pa, pranë karrigeve, një kavalet me një foto të kornizuar. Ishte fotoja e Sofias, vajzës së vogël me flok biond dhe sy blu, duke buzëqeshur. Nën foto, një rregullim I thjeshtë me lule të bardha dhe një pllak e vogël me fjalët, në kujtim të asaj që na bashkoi. Kamila duhej të ndalonte për një moment për të kontrolluar emocionin. Arbeni nuk po përpiqej të harronte Sofian. Ponderonte kujtimin e saj, duke e sjell atë të ishte pjesë e atij momenti. Dhe kjo do të thoshte gjithçka. Muzika filloi të luajë, një version instrumental I butë I një këngë të njohur shqiptare. Laura filloi të ecte nëpër korridor duke hedhur petale. Trëndafili dhe audienca pëshertiu kur pa vajzën e vogël kaq të përqendruar për t'i bërë gjërat si duhet. Kur arriti pranë Arbenit, ai u përkul dhe I dha një puthje në ballë, duke I përshpëritur diçka që e bëri Laurën të buzëqeshte gjerësisht dhe të vraponte për t'u ulur pranë teftës. Dhe pastaj ishte radha e Kamilës. Ajo eci vetëm nëpër korridor, pa askënd për ta dorëzuar sepse nuk kishte baba të gjallë apo vëllezër. Por nuk u ndje vetëm. Ndjeu se po ecte drejt së ardhmes, drejt rifillimit, drejt gjithçkaje që kishte menduar se kur nuk do ta kishte të drejtë. Kur arriti pranë Arbenit dhe ai zgjati dorën, Kamila pa lot në sytë e tij. Dhe nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot mirënjohjeje, lehtësimi, lumturie të pastër. Celebranti filloi të fliste, fjalët e tij të thjeshta por të ngarkuara me kuptim. Foli për shanset e dyta, për mënyrën se si jeta ndonjëherë merr njerëz të dashur, por gjithashtu sjell njerëz të rinj. Foli për guximin për të rifilluar, për të pranuar se e kaluara është pjesë e asaj që jemi, por nuk përcakton se kush mund të bëhemi. Dhe pastaj erdhi koha e betimeve. Arbeni ishte I pari. Mbajti duart e Kamilës mes të tijave dhe filloi të fliste, zëri I dridhej por ishte I vendosur. Kamila, unë kam kaluar vite duke menduar se jeta ime kishte mbaruar. Kur humba Sofian dhe Helenën, unë hoqa dorë nga gjithçka. Hoqa dorë nga të ndjerit, nga të jetuarit, nga të besuarit se ende kishte diçka të mirë në botë. U transformova në një guask të zbrazët, thjesht ekzistoja, kryeja detyrime, por pa qenë vërtet gjallë.
Dhe pastaj, një mëngjes të martë, një vajzë e vogël më kapi kravatën dhe refuzoi të më lëshonte. Dhe këndoi një këngë që mendoja se nuk do ta dëgjoja më kurrë. Dhe më detyroi të ndjeja përsëri, edhe pse dhimbte, edhe pse ishte e frikshme. Ai shikoi Laurën, e cila ishte ulur në rreshtin e parë, duke i kushtuar vëmendje çdo fjalë. Laura, ti më mësove se unë jam ende i aftë të kujdesem për dikë. Se unë ende mund të bëj dikë të buzëqesh. Se unë ende kam dashuri për të dhënë. Dhe nëna jote më mësoi se është e mundur të duash përsëri pa tradhtuar ata që kanë ikur. Se të kesh shpresë nuk është dobësi, është guxim. Se të rifillosh nuk do të thotë të harrosh, do të thotë të nderosh gjithçka që kemi jetuar më parë, por të zgjedhësh të vazhdosh të jetosh. Ai u kthye të shikonte Kamilën, lotët i rridhnin lirshëm tani. Unë premtoj të dua çdo ditë, edhe në ditët e vështira. Premtoj ta dua Laurën sikur të ishte vajza ime, sepse në zemrën time ajo tashmë është. Premtoj të nderoj kujtimin e atyre që kanë ikur, por të jetoj plotësisht të tashmen që kemi. Premtoj të jem burri që ju meritoni dhe të luftoj çdo ditë për të qenë i denjë për dashurinë që më jepni. Nuk kishte asnjë sy të thatë në audiencë. Tefta qante fshehurazi, duke fshirë lotët me një shami dantele. Zonja Roza dëneste hapur. Madje edhe Sonja, gjithmonë aq e ashpër, kishte sytë e kuq. Pastaj ishte radha e Kamilës. Ajo mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte emocionin dhe filloi. Arben, unë kam kaluar vite duke u ndjer fajtore. Fajtore që nuk arrita të shpëtoja Sofian. Fajtore që e braktisa infermierin. Fajtore që e rrita vajzën time vetëm, pa arritur t'i jepja gjithçka që mendoja se meritonte. Unë mbaja aq shumë faj sa harrova si ishte të jetoje pa atë peshë. Punova 3 punë, flija pak orë dhe e binda veten se ajo ishte jeta që meritoja. Një jetë e vogël, e vështirë, pa shpresë se gjërat do të përmirësoheshin. Ajo ja shtrëngoi duart. Dhe pastaj, në një ditë dëshpërimi, kur nuk kisha zgjidhje tjetër, e mora vajzën time në punë fshehurazi. Dhe ti u shfaqe. Burri i ftohtë që të gjithë e kishin frikë. Dhe vajza ime, e cila kishte tmerr nga të huajt, shkoi në krahët e tu dhe këndoi atë ninull. Dhe gjithçka ndryshoi. Ti më tregove se unë nuk kisha dështuar me Sofian. Ti më tregove se dashuria që i dhash asaj kishte rëndësi, se bëri diferencën. Ti më çlirove nga një faj që po më vriste dalë nga dalë. Lotët rridhnin nëpër fytyrën e Kamilës, por ajo buzëqeshte. Unë premtoj të besoj se meritoj të jem e lumtur. Premtoj të lë të duash Laurën, sepse ajo meriton të ketë një baba që kujdeset me të vërtetë. Premtoj të ndërtoj një familje me ty, duke nderuar gjithmonë kujtimin e familjes që humbe. Dhe premtoj çdo ditë të zgjedh guximin në vend të frikës. Të zgjedh të besoj në ne, edhe kur të jetë e vështirë. Celebranti kërkoi unazat, të cilat Laura i solli në një jastëk të vogël, plot krenari. Arbeni vendosi unazën në gishtin e Kamilës me duart të dridhura, dhe ajo bëri të njëjtën gjë me të. Dhe pastaj, para se celebranti të mund t'i shpallte zyrtarisht çiftin si burr e grua, ndodhi diçka e papritur. Laura u ngrit nga karrigia dhe vrapoi drejt tyre. U kap pas këmbëve të Arbenit dhe shikoi lart, me ata sy të mëdhenj ngjyrë kafe dhe plot emocion. Tani mund të quaj baba? Heshtja që pasoi ishte absolute. Arbeni shikoi vajzën, pastaj Kamilën, e cila pohoi me kokë, duke buzëqeshur përmes lotëve. Ai u gjunjëzua para Laurës dhe e tërhoqi në një përqafim të fortë. Mundesh, dashuria ime. Mund të më quash baba sa herë të duash. Laura përqafoi qafën e tij me forcë. Atëherë të dua, babi. Arbeni nuk mundi të përmbahej më. Dënesi hapur, i përqafuar me atë vajzë të vogël që nuk kishte gjakun e tij, por që i kishte pushtuar zemrën plotësisht. Kamila i u bashkua përqafimit dhe të tre qëndruan aty, në mes të kopshtit të spitalit, të përqafuar, duke qarë dhe duke buzëqeshur në të njëjtën kohë. Kur më në fund u ndan, celebranti, gjithashtu me sy të lagur, përfundoi ceremoninë. Unë ju shpall burr e grua. Mund ta puthni nusen. Puthja ishte e butë, delikate, plot premtime. Dhe kur u ndan, audienca e vogël shpërtheu në duartrokitje. Laura hidhej nga gëzimi, Tefta u ngrit për t'i përqafuar të tre, zonja Roza vraponte për t'i uruar. Ishte një festë e vogël, e thjeshtë, por e ngarkuar me një kuptim të thellë.
Pas ceremonisë, pati një pritje të vogël në mensën e spitalit, të cilën administrata e kishte liruar. Nuk ishte asgjë luksoze, por kishte ushqim të shijshëm, muzikë të butë dhe shumë biseda. Camila kaloi pranë çdo të ftuari, duke falendëruar për praninë, duke dëgjuar histori, duke marrë përqafime. Ishte gjatë festës kur Tefta u afrua me një kuti në duar. Kërkoi vëmendjen e të gjithëve dhe filloi të fliste. Doja të bëja një falënderim publik. Camila, ti u kujdese për mbesën time kur unë nuk pata forcë ta bëja. Ti dhe dinjitet dhe dashuri ditëve të fundit të saj. Dhe tani ti po e. Kthen djalin tim në jetë dhe po më jep një mbesë të re për ta dashur. Unë kur nuk do të arri ta shpërblej atë që bëre, por dua të jap diçka që i përkiste Helenës, nuses sime. Ajo hapi kutin dhe nxori prej saj një gjerdan delikat me një varse në formë zemre. Helena e mbante këtë çdo ditë. Dhe ajo do të donte që ti ta kishe. Camila mbeti pa fjalë. Të merrte diçka kaq personale, kaq plot kujtime, ishte një nder që nuk e priste. Tefta ja vendosi gjerdanin në qafë dhe të dyja u përqafuan gjallë. Arbeni u afrua dhe i përshpëriti në vesh Camilës. Të bëjmë një shëtitje? Ka një vend që dua të ta tregoj. Ata e lanë Laurën duke luajtur me fëmijët e tjerë të pranishëm, nën syt vigjilent të zonjës Roza dhe Teftës, dhe ecën nëpër korridoret e spitalit. Camila u tensionua kur kuptoi se po shkonin drejt repartit të pediatrisë. Nuk ishte kthyer aty prej vitesh. Arbeni ja mbajti dorën duke i dhënë forcë. Arritën përballë një dere specifike. Dhoma ku Sofia kishte qëndruar. Por tani kishte një pllakë të re në derë. Salla e lojrave Sofia Helena Ali Mehmeti. Arbeni hapi derën dhe Camila pa një hapësirë të rinovuar plotësisht, plot me lodra, libra, lojra, ngjyra të gjalla. Një vend ku fëmijët e shtruar mund të luanin dhe të harronin për disa momente se ishin të sëmur. Bëra donacionin për ta ndërtuar këtë. Doja që vendi ku vuajti vajza ime të transformohej në një vend ku fëmijë të tjerë të mund të ishin të lumtur. Dhe doja që ti ta shije. Sepse ishe ti ajo që më mësove se dhimbja mund të transformohet në diçka të bukur, nëse kemi guximin të provojmë. Camila shikoi përreth asaj dhome plot jetë dhe kuptoi se cikli më në fund ishte i plodh. Vendi ku ajo ishte coptuar nga faji tani ishte një vend shprese. Ninulla që ajo kishte krijuar për një vajzë që kishte ikur tani këndoi nga vajza e saj, duke sjell gëzim në vend të trishtimit. Ata u kthyen në festë dorë për dore dhe kaluan pjesën tjetër të pasdites duke festuar me njerëzit që donin. Kur ranata dhe erdhi koha për të ikur, Laura ishte e raskapitur duke fjetur në prerin e Arbenit. Camila shikoi atë skenë, burrin që tani ishte bashkëshorti i saj duke mbajtur vajzën e saj me kaq kujdes dhe ndiu një mirënjohje aq të madhe sa pothuajse i dhimbte. Shkuan në shtëpinë që tani ishte e tyre. Vila që më parë ishte e ftohtë dhe e zbrazët tani kishte jetë. Arbeni e vendosi Laurën në shtratin e dhomës që kishte përgatitur posaçërisht për të, një dhomë plot ngjyra të buta, kafshë pelushi dhe një raft me libra. Camila e mbuloi të bien dhe i dha një puthje në ball. Natën e mirë, dashuria ime. Sot ishte një ditë e veçantë, apo jo? Laura murmuriti diçka në gjumë, ende duke mbajtur kukullën e vjetër që e shoqëronte gjithmonë. Camila dhe Arbeni shkuan në dhomën e tyre, të raskapitur por të lumtur. Ushtrin në shtratin e madh, të përqafuar në heshtje për një kohë të gjallë. Ishte Arbeni ai që theu heshtjen. Faleminderit. Camila e shikoi, e hutuar. Për çfarë? Që më dhe një shans të dytë për të qenë i lumtur. Që më besove me vajzën tënde. Që besove se kjo ishte reale edhe kur të gjithë dyshonin. Camila e puthi butësisht në faqe. Faleminderit ti që më tregove se nuk kisha nevojë të mbaja faj për gjithmonë. Që e deshe Laurën në mënyrën që ajo meriton të duhet. Që më mësove se të rifillosh nuk është të harrosh, është të vazhdosh të jetosh. Ata ranë në gjumë të përqafuar, për herë të parë pa frikë nga e nesërmja. Muajt që pasuan ishin të përshtatjes. Laura u mësua me shtëpinë e re, me dhomën e madhe, me praninë e vazhdueshme të Arbenit, të cilin tani e quante baba pa hezitim. Camila ju kthye studimeve, filloi një kurs për të rifilluar karrierën e infermierisë, këtë herë pa mbajtur peshën e fajit.
Arbeni filloi të punonte më pak orë, delegoi më shumë përgjegjësi, zgjodhi të ishte i pranishëm në vend që të fshihej në punë. Tefta u bë një prani e vazhdueshme në jetën e tyre, një gjyshe e dashur që e çonte Laurën për shëtitje, që tregonte histori të mbesës që kishte ikur pa trishtim, por me dashuri. Shtëpia që më parë ishte një mauzole kujtimesh të dhimbshme u transformua në një shtëpi plot të qeshura, biseda në tryez, vizatime në frigorifer, grindje të vogla se cilin film të shihnin. Një vit pas martesës, Kamila u kthye të punonte si infermiere vullnetare në repartin e pediatrisë së spitalit Nën Tereza. Ditën e parë ishte nervoze, me frikë se mos dhimbja do të kthehej. Por kur hyri në atë korridor të njohur dhe një vajzë e vogël e shtruar i kërkoi të këndonte diçka, Kamila mori frymë thellë dhe këndoi ninullën. Të njëjtën ninull që kishte krijuar për Sofian, që ja kishte mësuar Laurës, që ishte bërë simbol i gjithçkaje që kishte jetuar. Dhe duke kënduar, kuptoi se më në fund ishte shëruar. Se mund të ishte aty pa faj, pa frikë, thjesht duke bërë atë që gjithmonë dinte të bënte më mirë, të kujdesej. Arbeni ndiqte rritjen e Laurës me një përkushtim që e prekte Kamilën çdo ditë. Shkonte në mbledhjet e shkollës, ndihmonte me detyrat e shtëpisë, merrte pjesë në të gjitha shfaqjet. Dhe kur Laura bëri 7 vjeç, ai e befasoi me një kërkesë. Laura, unë do të doja të birsoja zyrtarisht. Që ti të jesh vajza ime jo vetëm në zemër, por edhe në letër. Më lejon ta bëj këtë? Laura shikoi Kamilën, e cila pohoi inkurajuese. Vajza u hodh në krahët e Arbenit dhe u përgjigj me atë sinqeritetin e fëmijëve. Ti tashmë je babai im i vërtet. Por nëse letra të bën ty të lumtur, atëherë në rregull. Procesi i birsimit ishte i shpejtë, i lehtësuar nga rrethanat. Dhe ditën kur doli certifikata zyrtare, Arbeni qau siç kishte qarë në dasmë. Laura tani ligjërisht kishte një baba. Dhe ai ligjërisht kishte një vajzë. Në kopshtin e shtëpisë, Arbeni urdhëroi të vendosej një pllakë e thjeshtë pranë luleve që ai dhe Kamila kujdeseshin së bashku. Pllaka thoshte, në kujtim të Sofias dhe Helenës që na mësuan se dashuria vazhdon edhe kur njerëzit ikin. Dhe çdo natë, para gjumit, Laura kërkonte ninullën. Kamila këndonte, Arbeni ndonjëherë këndonte bashkë me të, dhe vajza e vogël flinte e qetë, duke ditur se ishte e sigurt, e dashur, e mbrojtur. Kamila, duke parë qiellin me yje përmes dritares së dhomës së Laurës, një nga ato net, përshpëriti një falënderim të heshtur. Falenderoj Sofian, që ishte lidhja që bashkoi gjithçka. Falenderoj jetën që kishte vendosur njerëzit e duhur në rrugën e saj në momentin e duhur. Falenderoj veten që kishte pasur guximin të besonte, të kishte besim, të rifillonte. Dhe falenderoj dashurinë që këmbëngull të lulëzoj edhe në vendet më të pamundura, edhe pas dhimbjeve më të mëdha, edhe kur mendojmë se nuk ka mbetur më asgjë. Sepse ndonjëherë jeta i vendos të njëjtët njerëz në rrugën tonë 2 herë. Së pari për të mbjellë një farë mirësie në momentet më të vështira. Pastaj për të korrur një dashuri që gjithmonë ishte e destinuar të lulëzonte, duke transformuar tragjedinë në shpresë, fajin në shpengim dhe vetminë në familje. Atë natë, të tre fjetën të qetë. Një nën që kishte gjetur paqe. Një baba që ishte kthyer në jetë. Dhe një vajzë që më në fund kishte një familje të plotë. Të bashkuar jo nga rastësia, por nga një ninull që përshkoi kohën dhe hapësirën për t'u kujtuar të gjithëve se dashuria e vërtet kur nuk vdes, vetëm transformohet dhe gjen rrugë të reja për të vazhduar të ekzistojë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Kamilës, Arbenit dhe Laurës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dhimbjeje, faljeje dhe rifillimi, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se gjithmonë është e mundur të rifillosh, pavarësisht se sa herë na rrëzon jeta. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të besoni se mrekullit ndodhin kur më pak e presim.